Në lëlishtën e pazarit po punoi ditën e sotme për sheshimin e parkut. Fadromat po ndërhynin për largimin e dherave dhe të inerteve. Kjo hapësirë mbetet ndër më të preferuarat në Shkodër, ndonse prej kohësh është kthyer në një kantier ndërtimi, sërish qytetarët zgjedhin këtë park për shëtitje. Po neve të mirë bën duken, po shohim tash të po të bë. Isha del bukur. U bën gati 2 vjet e tan mileti, do kanë të Shkodër, do kanë të urabuns, si shkaqëroke në zogë e nëna. Normalisht që do të më kuj shpejt. Po që këthy një herë, po varë si sa po zgjasin dhe në fund, sa vazhdojnë. Ballë për fëmijë, për pleq, për plaka, për tonë. Se kjo është një mrekulli që ashtu ba. Vish na I rregullojnë sa më parë dhe të kemi ku të shëtisim e të dalim. Një kjo është se ne na plejk tash dhe një këtë dona. Projekti për hyrjen e qytetit të Shkodrës, I financuar nga Fondi Shqiptar I Zhvillimit dhe mbështetur nga qeveria, synon transformimin e kësaj zone në një hapësirë shumë funksionale dhe argëtimi. Investimi përfshin krijimin e një parku prej 17 deri në 18 hektar, që do përmbajë mjedise sportive, pika panoramike për që juar pamje nga lumi Buna dhe për aktivitete dhe koncerte.